A din kur I bin maskat njerëzve, është pikërisht ai moment kur ti vendos mi vu kufit e tu. Përderisa ti thu vetëm po dhe amen, edhe vetëm përshtatesh, edhe gjitha ato gjëra që ty të pengojnë, I mban për veta dhe nuk I shpreh, ti je njëri mirë, me ty është gjithçka në rregull, por kur ti vendos me u rikthy te vetja, kur ti vendos me I tregu gjana që ty të pengojnë mi vu kufit e tu, papritur pikërisht ata njerëz që vetëm shfrytëzojnë jetën tënde, ata ta kthejnë shpinën me njëherë dhe të fajsojnë, duke thënë që me ty diçka nuk ka në rregull, je bërë e çuditshme, pra mundohen me ta ulë energjinë tënde. Edhe natyrisht se edhe kur ti ke suksese, aty ja u vren fytyrën e vërtetë të njerëzve. Se ne nuk njohim njerëz vetëm në kohën e vështirë tonën, sepse në kohën e vështirë shumë njerëz vinë dhe gëzohen për gjana që të kanë ndodhur, sepse janë keq me veten, kanë dhimbje të mëdha dhe gëzohen kur dikush tjetër po vuan si ai apo ajo. Por ne I vrem njerëz të vërtet, pra fytyrën e vërtet ja shohim njerëzve kur kemi ne suksese. Aty e sheh kush është shoqëria vërtet, kush të don me të vërtet, se edhe në familje ka njerëz që të shfrytëzojnë, ka njerëz që vetëm të manipulojnë, vetëm dëshirojnë gjana nga ti, pritja është ekstreme madhe dhe nuk ta respektojnë identitetin tënd, a thu që ti nuk ekziston këtë jetë. Pra pyetja shtrohet se çfarë na duan ata njerëz në jetën tonë?